Të nderuar përpas. Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj shumë që keni gjetë kohën me ardhur sot në këtë inaugurim. Pra jemi këtu në kompleksin qeveritar Prishtina e Re, ku jemi duke inauguruar një objekt të ri për institucionet shtetërore me sipërfaqe prej 4682 metra katror. Ky objekt pra i plotëson të gjitha standardet, është një objekt modern për të realizuar funksionet e administratës dhe institucioneve shtetërore. Edhe, ajo përmban hapësira të ndryshme, të hapura, të mbyllura, salla të takimeve, zyre, po ashtu dhe hapësira për arki dhe hapësirë mbështetëse teknike. Objekti ka 5 nivele, duke përfshi bodrumin, pjesën përdhesë dhe 3 kate. Është siç e ceka sipërfaqe totale prej 4682 metra shkatror dhe parashihet që t'i akomodoj diku rreth 150 zyrtar të shtetit. Investimi total që është bërë në këtë ndërtesë është rreth 1.8 milion euro. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, në kuadër të përgjegjësive të saj, e ka dhe pjesën e reformës së administratës publike, edhe një prej hapave të reformës tonë është që të sigurohemi që administrata publike është një punëdhënës atraktiv, pra që i tërheq profesionistët, të rinjt edhe të rejat, të vinë edhe të punojnë, të angazhohen në shërbimin civil dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shtetit. Një prej elementeve që e bën qeverinë gjithësisht administratën tonë punëdhënës atraktiv janë edhe hapësirat. Pra, përmes ndërtimit të këtyre hapësirave na ofrojmë kushte adekuate për punë për institucionet tona shtetërore. Kjo është në suaza përsëri të përgjegjësive të ministrisë tonë, e cila e ka dhe pjesën e ndërtimit dhe menaxhimit të ndërtesave qeveritare. Përndryshe, kompleksi qeveritar Prishtina e Re është një hapësirë prej 4.5 hektarëve, ku parashihen të ndërtohen gjithsej 11 ndërtesa. Sipërfaqja totale e këtyre ndërtesave, pra sipërfaqja e punës që do të krijohet përmes këtyre ndërtesave është diku rreth 45.000 metra katror, edhe parashihet që kur përfundoj tër kompleksi, do t'i akomodoj diku rreth 1800 zyrtar të shtetit. Prej këtyre 11 ndërtesave, 3 ndërtesa tashmë janë përfunduar edhe funksionale. Kjo është ndërtesa e tretë që bëhet funksionale, e pastaj plani është që gjatë këtij viti deri në fund të muajit gusht parashihen që edhe 3 ndërtesa të tjera të përfundohen. Tash, na kemi kërkesa të mëdha për institucioneve, meqense ne menaxhojmë kërkesa që vijnë për institucioneve për hapësira, edhe natyrisht një prej kërkesave na ka ardhur edhe prej agjencisë për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, e cila është një agjenci relativisht e re, e formuar në vitin 2023, një agjenci shumë e rëndësishme për sigurinë e shtetit tonë, edhe deri më tani kanë qenë në hapësirat përkohshme. Prandaj edhe një pjesë e hapësirave të objektit këtu ju janë dhënë në shtytëzim Amikut, edhe këtu e kemi edhe drejtorin e Amikut, zotin Emin Hoxhaj, që ja kisha dhënë edhe atij fjalën të thotë diçka prej anës tij. Të jem shumë shkurt, fillimisht përshfrytëzoj rastin të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë vendim që e keni marrë për akomodimin e Amikut në këto hapësira. Është shumë e rëndësishme që zyrtarët e Amikut të jenë në hapësira të sigurta, ku ruhet dhe administrohet informacioni i klasifikuar në mënyrë të sigurt dhe të përgjigjem kërkesave tona ligjore në raport me mbrojtjen
qarkullimi dhe administrimin e informacionit të klasifikuar. Po ashtu edhe në raport me ndërkombëtar, të mëon partner tur ndërkombëtar, ku veç se kemi fillu disa iniciativa për arritjen marrëveshje së përgjithshme të sigurisë. Edhe njerë faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, drejtore. Urime dhe shpresoj që do ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë mundshme, natyrisht që ta shtyjmë përpara shtetin tonë dhe institucionet tonë. Edhe njerë faleminderit shumë. Faleminderit. Drejtorët fillimisht I urojmë objektin. Mirë se erdhët, shpresojmë që t'ju në mbara. Tashmë na me vazhdu, do me thënë mi disa hapësira, po është